Thuaj cilësinë më të mirë që ka Arlind Qori. Okej, ndoshta cilësia time e mirë është që është i pakorruptueshëm. Po s'është vënë provë. E di, po me atë që e njoh unë. Sepse e di si kanë qenë këta që u bën kryeministra e ministra, se ti si ke njohur. Djem dhe vajza më të ndershëm, thosha unë, nuk kishte. Ç'a thua ti? Unë nuk e besoj këtë sepse që të dalim këtë konkluzion dhe të them që është i pakorruptueshëm. Jo, duhet të jesh në provë. Jo, dakord që duhet të jesh në provën e pushtetit, jam dakord me këtë, po nga ana tjetër duke e njohur se sa fort ai qëndron parimeve të tij. E di kush është prova jote? Nëse do jesh kryeministër, edhe të vinë ato... Po ka dhe një provë tjetër. Të vinë ato florinë atje në llogarinë bankare dhe kjo pasaj. Ka dhe një provë tjetër që kemi dëshmuar unë, Arlindi dhe shumë kush tjetër që ka qenë në botën akademike. Ka plot pedagog që përfliten... Po mirë, okay. Abuzojnë me studentët në forma nga më të ndryshme, jo thjesht duke marrë parë. Prova është pushteti, se pushteti ka lloj-lloj korruptimesh, nuk është thjesht si një provim që mori X lekë dhe i dha provimin. Pushteti i korruptueshëm është edhe ai që një i afërm i yt mund të marrë diçka, një favor. Edhe fakti që edhe pse unë besoj se i kemi kapacitetet intelektuale, askush për ne nuk ka zgjedhur të përfshihet tek partitë e vjetra politike, por kemi zgjedhur të hyjmë detit me këmbë, si më thënë, nëpërmjet përpjekjes tonë, përmes qasjes tonë, parimeve tona, dhe sot kemi dalë me të përfaqësohemi në Kuvendin e Shqipërisë. Besoj se edhe kjo është një provë që po të ishim aty për të korruptuar, mënyra më e shkurtër dhe më e thjeshtë është të bësh drejtor, deputet i Partisë Socialiste, me pak fjalë, dhe jo të jesh kundërshtarit. Çfarë defekti ka Arlindi? Çfarë defekti ka? Nuk e di, shpesh herë ndonjëherë është i beson më shumë se ç'duhet, ndoshta i qasjes vet.